vi nga Malësia Madhe, jam lindur në Grud. Edukimin fillestar e kam marrë në Grud dhe në Gromir. Në moshën 14 vjeçare kam fituar një të drejtë studimi në shkollën ushtarake Skënderbej. Më pas po në Akademinë e Forcave Toksore. Me pak fjalë është edukimi im është edukimi ushtarak. Kam punuar më pas në fushën e sigurisë, personalitet larg shtetëror në Gardën e Republikës në nivelin bazë në vitin 93. Kam filluar për herë të parë si i titulluar oficer. Më pas kam ngjitur shkallët e hierarkisë në Gardën e Republikës si shoqërues personal dhe kam qenë dhe komandanti i grupit sigurisë ish kryetarit parlamentit në atë kohë. Më pas jam marrë po me sigurinë në Gardën e Republikës nga viti 97 deri në vitin 2001. Më tutje, udhëtimi im si shumë shqiptarëve është drejt emigracionit. Kam jetuar për shumë vite për 2 dekada në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku si çdo emigrant kam punuar punë nga më të ndryshme në fillim. Jam marrë me transport dhe më vonë kam krijuar një kompani të vogël ndërtimi, apo siç quhen këto remodeling, çështje ndërtimi, pra jam bërë nga një ushtarak, jam bërë në biznesin e punës dhe të ndërtimit. Dhe ja kam dalë që të rris, kam 3 fëmijë, të rris 3 fëmijë, të edukoj dhe të shkolloj në universitetet më të mira të Amerikës. Djali im, pasi unë kam 3 fëmijë, kam një djalë dhe 2 vajza. Djali Brian ka përfunduar në studimet në një universitet i cili është mjekëzuar me një universitet të Tiranës, Michigan State University, i cili ka studiuar për financa dhe ekonomi. Tani është i rritur, 29 vjeç, është në jetën e tij, është akomoduar me shtëpinë e tij dhe kam vajzën e madhe, e cila është 22 vjeç, Alexa, e cila po ashtu ka studiuar në një nga universitetet prestigjioze të Amerikës, UVM, është University of Michigan, është po ashtu në financa si i vllai. Ajo tani pret të filloj punë pasi sapo është diplomuar. Gjithashtu kam dhe një vajzë të vogël, Zara, e cila është 8 vjeçe, që do të arrisë në Tiranë në Shqipëri dhe mezi pret që të filloj shkollën këtu si fillestare. Tani po ti thuaj o burr se s'ke punu vetëm me Peter Abnorin, ke punu edhe me mua në atë kohë. Po normal tash nuk duhet të bëj reklam tash këtu që i kam shërby gjithmonë, si jam edukuar me edukim ushtarak dhe i kam shërby. Kush ka qenë e ke shërby edhe majtës dhe djatës. Patjetër dhe e vlerësoj, domethënë që njerëzit nuk i trajtojnë në mënyra partijake. Tash pse jam me Partinë Socialiste? Në radhë parë njerëzit që më njohin mua atje ku jam arrit dhe e dinë shumë mirë se vi nga një familje shumë e majtë, historike, që ka qenë me Partinë Socialiste që nga fillimi dhe në çdo zgjedhje, në çdo fushat elektorale, dhe jam me ide të majta realisht, dhe unë jam angazhuar edhe personalisht me Partinë Socialiste që në vitin 2009 ka qenë hera e parë dhe në vazhdim, domethënë në gjitha, edhe pse isha në Amerikë, kam ardhur gjithmonë, kam ardhur dhe kam dhënë kontributin tim dhe të familjes time për fitoret e vazhdueshme të Partisë Socialiste në Malësinë e Madhe. Kjo domethënë ajo që më lidh mua me pse unë vendosa për Partinë Socialiste. Po kthimi nga emigracioni? Kthimi nga emigracioni, do ta them që nga fillimi çdo shqiptar, çdo po e quaj veten time pjesëtar diasporës tani. Po shu je si po e quaj veten tënde? Jam realisht, dhe që në fillim, në mosha ime, gjenerata ime, e kemi trupin në diasporë dhe mendjen në Shqipëri. Ju e dini, besoj, se kemi kontaktuar dhe përpara. Ka qenë gjithmonë dëshira ime që të jem këtu në Shqipëri, aty ku u rrita, u edukova, dhe tani ishte momenti që unë besoja dhe besoj fort që kam mundësit, kam
vendosmërinë që të kontriboj, të jap shërbimet e mia, eksperiencën time, qoftë të përparshme në fushën e sigurisë dhe eksperiencën time si emigrant për malësor dhe malësinë e madhe. Kam disa sfida të cilat mua më tërheqin për malësinë e madhe realisht, pasi unë njoh shumë shok, miq atje në diasporë, në Michigan ku jetoj unë dhe në gjithë Amerikën, që janë nga malësia madhe, kanë patur sukses jashtëzakonshëm në bizneset e tyre dhe e kanë ata mendjen si unë që të kthehen, të investojnë dhe të bëjnë diçka për vendin e tyre ku janë lindur dhe rritur, por kanë pengesa të rëndësishme në kthimin e tyre, pasi malësia madhe ka probleme të jashtëzakonshme për sa i përket regjistrimit të pasurive të provatë të gjyshëve. Se nuk që ke informuar që ne kemi ne kemi në parlament ligjin për malet, kështu që nga ligjin për malet nuk ka më rëndësi ke letra s'ke letra, mjafton të kesh dëshmin e konfirmuar nga Këshilli Bashkiak që toka është e të parëve tu, edhe me herë futesh në proces leje dhe investimi. Kështu që kjo është temë tjetër tash. Jo, unë e kisha si temë sepse më intereson kjo temë dhe do kesh probleme me mua për sa i përket kësaj. Po, e qartë. Mirë, ju falenderoj shumë.